Shenjat, patjetër, kemi shumë shenja. Shenjat në sëmundjet më të thjeshta, le të themi, dhe më të lehtësisht të zgjidhshme të veshkave, përfshin ato shenjat klasike të një infeksioni urinar, shenjat e gurëve në veshka, që janë sëmundje të cilat shfaqen me një herë, trajtohen, dhe nëse trajtohen në mënyrën siç duhet nuk rikthehen. Pra, shenjat janë vetëm në ato sëmundje, në infeksionet urinare në gurë, si që janë djegja, dhimbja gjatë urinimit, dhimbja në fund të barkut, dhimbja mesit, ndryshimi ngjyrës së urinës, ndryshimi i aromës, sasisë, shpeshtësia e vajtjes qytetarit në tualet, zgjimi natën për të urinuar, janë ca shenja që e orientojnë qartë dhe nga një herë nga informacioni dhe teknologjia e informacioni që se si ka ndikuar të këtë pacient mund të arrijnë vetë edhe në diagnozë. Pra, janë disa patologji që është mëkat që të mos trajtohen siç duhen, sepse janë lehtësisht të zbulueshme dhe shenjat fillestare kanë që në momentet e para. Ashtu siç janë edhe kolikat në veshka, pra ato dhimbjet e gurëve kur ato lëvizin përgjatë traktit urinar, që kanë atë dhimbjen, urinimin ndonjëherë në gjurë të kuqe, sepse shoqërohet me hematori, pra me praninë e eritrociteve në urinë, dhimbjen që ngjan me dhimbjen e lindjes, me nauzeme të vjella. Pra, janë disa patologji që këto nëse trajtohen me njëherë, siç duhet, me kohë zgjatën dhe me protokollin e duhur, trajtohen dhe nuk shfaqen më.